Do të shohim 3 vargje sot nga libri i fjalëve të urta, i cili është nga vetë emri, tregon për urtësinë, si dhe është pikturë e njeriu të mençur. Dhe patjetër mençuria dhe urtësia e dim që vijnë nga Zoti, vijnë prej Perëndisë dhe Perëndia na ka dhënë të libër që mund të marrim urtësi, mund të marrim dituri, mund të marrim njohuri. Janë 3 vargje nga kapitulli 4, vargjet 20 deri në 23, edhe në dash Zoti do të shohim një herë tjetër edhe vargjet që janë më poshtë deri në 27, po sot do të ndalemi tek 3 vargjet 20 deri në 22. Biri im, trego kujdes për fjalët e mia, dëgjo thënjet e mia. Mos u largofshin kurrë nga sytë e tu. Ruaj në qendër të zemrës sate, sepse janë jetë për ata që i gjejnë, shërim për të gjithë trupin e tyre. Biri im, që këtu do të thënë është një porosi që babai është duke i lënë të birit të tij për të treguar kujdes për fjalët, edhe të tregoj kujdes për ato gjëra që po i thot, për ato porosi, për ato udhëzime, për ato instruksione që ai është duke i dhënë. Edhe teksti që i jep është të ketë kujdes edhe të ruaj fjalët që ai është duke i thënë. Edhe në kapitullin 4, këtu ku jemi, shohim që nga fillimi që fillon me dëgjoni o bi mësimet e një ati. Vargu 10 thotë dëgjo biri im, pranoj fjalët e mia, edhe vazhdon pastaj këshill pas këshille, instruksion pas instruksioni, duke thënë që të mos hynë në shtegun e të pabezëve, sa keq është një shteg i tillë, pasohet, edhe shkon pastaj te vargu 20 që thotë trego kujdes për fjalët e mia edhe vazhdon. Domethënë gjithçka që ai ka thënë është që duhet t'i kushtoj kujdes, edhe nuk janë fjalë të thëna thjesht sepse po i thotë edhe të mbushi fletën e librit apo të mbushi kohën me birin e tij, por janë shumë të rëndësishme, prandaj edhe është duke e thënë. Tek fjalët e urta, afërsisht besoj 23 herë, kam nxjerr saktë, besoj 23 herë përmendet kjo, biri im, vetëm biri im, edhe janë shumë udhëzime dhe instruksione që jepen me këtë. Dëgjo biri mësimet e atit dhe mos i lër pas dore mësimet e nënës sate. Mos shko në rrugën e mëkatarëve. Thirrje për ndjekur fjalën e Perëndisë. Mos e përçmon dëshkimin e Zotit, duaj diturinë, mos u bëj garant për njeri. Ki një zemër të urtë, jepja zemrën tënde Zotit. Ki frikë nga Zoti, i mençur, një përmbledhje atyre që biri im thuhet ki kujdes, bëj këtë, bëj atë, do të thënë instruksionet të çmuara dhe instruksionet të vyera që Zoti jep këtu. Dhe shohim një baba që kujdeset për të birin. Edhe kujdeset duke udhëzuar, duke mësuar në rrugën e drejtë, duke e çuar në shtegun e drejtë sipas fjalës së tij. Kur themi fjalën bir apo bi, në shkrimet përmendet 4 bijtë të Perëndisë që kanë të bëjnë me Adamin, biri i Perëndisë, Jezusi, biri i Perëndisë, engjëjt, bijtë të Perëndisë, na jepet te Jobi 1:6, Luka 3 është Adami, Jezusi Mateu 3:17 ka dhe referenca tjera, dhe gjithashtu edhe të krishterët, tek Gjoni 3:16, që thuhet të gjithë atyre që e pranuan, ai dha pushtet të quhen bij të Perëndisë. Dhe ne jemi bij të Perëndisë, dhe është Perëndia aty ynë i cili na këshillon, i cili na mëson, i cili na instrukton, i cili na qorton kur bëhemi për të qortuar, i cili merret me ne si një atë, keni dim ato edhe mënyrën se si Perëndia merret me neve si një atë, edhe për të na korrigjuar, kur neve bëhemi për të korrigjuar. Domethënë ai është ati ynë. Dhe ne duhet të tregojmë kujdes për fjalët e atit ton, për fjalën që ai na ka dhënë, dhe fjala e Perëndisë e dim të gjithë që është Bibla, edhe Perëndia na ka dhënë nëpërmjet Biblës mendjen e tij, edhe gjithashtu urtësinë e tij, edhe gjithashtu udhëzimet e tij për jetën tonë. Aty ne shohim çfarë kërkon prej nesh. Nga e dim ne çfarë Zoti do për mua në shkrime. Nga e dim neve çfarë pret Perëndia prej meje në shkrime. Fjala e Perëndisë që Zoti na ka dhënë është e çmuar dhe e mirë, sepse vetë Zoti thotë po jap një doktrinë të mirë, një mësim të mirë. Nëpërmjet Biblës ne kuptuam që jemi mëkatar. Nga kuptuam ne që jemi mëkatar, sepse na tha dikush edhe je mëkatar, dhe ai dikush që na e tha patjetër që na tha atë që ka lexuar në shkrime, atë që ka lexuar në Bibël. Edhe po të mos ishte për shkrimin që neve na u tha Ungjilli, na u tregua
atëherë nga do ta kuptonim neve, nga do ta dinim neve atë që Jezusi bëri, nga do ta dinim ne mendjen e Perëndisë. Nëpërmjet Biblës ne njohim Zotin, edhe nëpërmjet Biblës ne vazhdojmë ta njohim edhe më shumë. Ne e njohëm, por ne vazhdojmë ta njohim edhe më shumë atë. Edhe nëpërmjet Biblës gjithashtu ne dimë edhe për të ardhmen. Ne kemi shpresë për të ardhmen, pse? Sepse dëgjuam që na e tha dikush, shkrimet e thonë, Bibla e thotë, e ardhmja jonë, e cila është përjet me Perëndim, e cila është përjet me Zotin tonë, edhe është një ardhme e mirë në praninë e Perëndisë. Kur flasim për Biblën, flasim për fjalën e Perëndisë. Edhe ndonjëherë, nga që përmend fjalë e Perëndisë, por fjala e Perëndisë nuk është thjesht që mund ta anashkalohet, por është Perëndia i plot fuqishëm, ai që na e ka dhënë, është Perëndia i plot fuqishëm, edhe kur themi plot fuqishëm, imagjinoni pak fuqinë dhe pushtetin që Zoti ka që vetëm me një fjalë, vetëm një herë të thoj të tundet këndërtesa edhe do shkojmë sa e frikshme është, po ai mund të bëj shumë më shumë se kaq edhe shumë gjëra më të mëdha se kaq dhe ka bërë patjetër. Janë 3 gjëra që dua të shohim sot. E para është jepi vëmendje fjalës, mbaje afër fjalën dhe gjithashtu kuptoj vlerën fjalës dhe janë nëpërmjet këtyre 3 vargjeve që lexova unë. E para është jepi vëmendje duke treguar kujdes. Trego kujdes për fjalët e mia. Do të thënë kujdes e kundërta është shkujdes. Do të thënë nëse nuk do të tregoj kujdes, do jemi shkujdesur edhe ma tha kur na jep një porosi, nëse mbani mend nga prindit tan, na jep një porosi, nëse do të ishim të kujdesshëm, ta bënim pikë për pikë siç na jepte. Nëse do të ishim të kujdesshëm kur vinim në shtëpi, e mora atë që thash unë, po pse çam them aty? Do të thënë nuk ja kisha vënë vesh asaj që prindit na kanë thënë. Në vargun e parë, këtu tek kapitulli 4, fillon me këtë porosi, edhe e pamë çik më parë. Dëgjoni o bi mësimet e një ati dhe tregoni kujdes që të mësoni të gjykoni. Tregoni kujdes. Fjalë të urta 5:1. Biri im, ki kujdes për diturinë time, vëri veshin arsyetimit tim. Do të thënë ki kujdes, mos e nënvlerëso, mos e neglizho. Mos e quaj të parëndësishme, mos e lër pas dore, janë disa nga këto elementë që neve bëjmë shpesh herë me fjalën e Perëndisë, edhe e lëm. Dhe nëse nuk e vlerësojmë, nëse nënvlerësojmë, atëherë do të kemi pasoja për shkak të moskujdesit tonë. Fjalët e urta 7:24 deri 26 është dhe aty. Prandaj bi të mi, më dëgjoni, kushtohuni kujdes fjalëve të gojës sime. Zemra jote të mos shkoj pas rrugëve të saj, mos devijoni për shtigjet e saj, sepse ka rrëzuar shumë të plagosur për vdekje dhe tërë ata që ka vrarë ishin burra të fortë. Biri im thot, ruaj fjalët e mia. Ruaj fjalët e mia. Dhe urdhërimet e mia në veten tënde që janë vargjet më sipër dhe vazhdon pastaj më poshtë duke treguar shembullin e një teriu i cili mashtrohet nga një grua dhe i cili nuk i vë veshin këshillave të atit, porosive të atit, edhe shkon, edhe ajo që shkon është që ai rrëzohet, ai bie, shkon drejt mëkatit, edhe nuk ka më kthim mbrapa. Trego kujdes nuk është asnjëherë e tepër, do të thonë të tregojmë kujdes, ndërsa Bibla na paralajmëroi. Sa herë ne bëjmë si të fortë me mëkatin edhe themi që as më gjen gjë, jam imun, nuk e kam kaluar tashmë këtë fazë dhe shkojmë afër mëkatit, ta afrohemi më afër edhe më afër, edhe pa pritur shohim që kemi futur brenda, kemi rënë, edhe që pretendonim që ishim të fortë, për shkak sepse nuk tregojmë kujdes ndaj paralajmërimeve, që mos shko afër, mos u afro, largohu, evitoje, mos shko në për të njëjtin shteg me të pabesët. Por nuk e tregojmë kujdesin e dur, edhe shkojmë pastaj edhe kur e shohim veten, po si ndodhi sepse nuk tregova kujdes, me atë që Zoti na paralajmëron. Ai thot që t'i kushtojmë kujdes fjalëve të gojës së tij, fjalëve që ai ka thënë. Zoti na paralajmëron kujdes, ne nuk dëgjojmë. Zoti na paralajmëron prap kujdes, ne nuk dëgjojmë. Zoti na paralajmëron prap kujdes, ne nuk dëgjojmë. Derisa mësojmë nëpërmjet dështimeve, mësojmë nëpërmjet rënieve, edhe pastaj fillojmë që t'i vëmë veshin fjalës Perëndisë, por mund ta bënim këtë që në fillim, por duke
rënë, pastaj ngrihemi, mësojmë edhe mësojmë. Një nga porositë që Pali jep Timoteut është që tek 1 Timoteu 4:13 është kushtoju leximit, ose trego kujdes, këshillimit dhe mësimit deri sa të vi unë. Një nga midis shumë porosive të tjera është edhe kjo që trego kujdes ndaj leximit, edhe sigurisht nuk po i thot për lexim romanesh apo lexim gazetash apo lexim lajmesh që neve kemi tani, por patjetër është për leximin e shkrimit, për leximin e fjalës së Perëndis që japi kujdes, edhe të tregoj kujdes ndërsa ta lexon atë. Edhe nuk e di sa kujdes tregojmë neve kur e lexojmë shkrimin, kur e lexojmë fjalën e Perëndis. Ose mund ta lexojmë edhe shkojmë një kapitull, 2, 3, 4, e plotësova normën për sot, tak, e mbyll edhe ke lexuar sot, po kam lexuar, ka lexove nga Luka, e fillojmë, po çfarë mban mend? Ndoshta edhe mbaj mend, ndoshta mund të kemi edhe nga eksperienca që kemi shumë vite edhe e dim pak a shumë edhe fillojmë edhe flasim, ato gjëra që mbajmë mend si për ciptazi, por nuk është kjo t'i kushtojmë kujdes. Kujdes është që të ndalojmë e të dëgjojmë zërin e Perëndis në atë që është duke folur e duke treguar. Zoti thot, dëgjoj fjalët e mia. Janë disa vargje që i kam nxjerrë dhe i kam parë, po thjesht po i përmend vetëm po i citoj më saktë. Zoti thot, dëgjoj fjalët e mia që të mësosh të kesh frikë të ligjit për të rirë. Nëse dikush nuk i dëgjon fjalët që një profet thot në emrin tim, unë do t'i kërkoj llogari, thot Zoti tek ligji për të ri. Do të thënë që nëse nuk i kushton kujdes fjalëve që Zoti thot, Zoti kërkon llogari, thot tek ligji për të ri. Edhe Zoti kërkon llogari nëse nuk tregojmë kujdes te fjalës së tij. Të gjitha fjalët e gojës time janë të drejta, në to nuk ka asgjë të shtremër dhe të çoroditur. Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë. Edhe kur thot fjalët e mia, fjalët e mia, fjalët e mia, janë fjalët e Perëndis, edhe janë të përjetshme, edhe janë të përhershme. Një porosi shumë e vyer që na jepet tek ligji për të rirë është një varg, ose më saktë disa vargje shumë të njohura që neve i dim. Por unë do t'i lexoj. Do t'i shtini këto fjalë në zemrën dhe në mendjen tuaj. Do t'i lidhni si një shenjë në dorë dhe do t'jenë si ballore midis syve. Do t'u mësosh bijve tuaj duke u folur për to, kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur rri shtrirë dhe kur çohesh. Do t'i shkruash në shtalkat e shtëpisë tënde dhe mbi portat e tua, me qëllim që ditët tuaja dhe ditët e bijve tuaj, në vendin që Zoti është betuar t'u jap etërve tuaj, të jenë të shumta si ditët e qiellit mbi tokë. Po i instrukton Perëndia prap me fjalën e tij popullin e Izraelit përpara se të shkojë në vendin e premtuar dhe u lë porosi që sa të kujdesshëm duhet të jenë ata me fjalën që ai u ka dhënë. Edhe nuk duhet thjesht ta marrin edhe ta mbyllin edhe të kujtohen, por t'i kushtojnë kujdes edhe ta çmojnë atë, duke u lënë edhe brezit pasardhës, duke do t'i shkruash thot, do t'i mbash në zemër, në mendje, në zemër, në mendje përpara syve, do t'i shkruash me dorë, do t'i flasësh me gojë, do të thënë gjithë pjesët e trupit tënd, gjithë aftësitë e tua që Zoti të ka dhënë do t'i përdorësh për këtë gjë, për fjalën e Perëndis që ta mësosh vetë, por edhe t'ua lësh pasardhësve të tu. Tek Gjoni 14:23, zbatimi i fjalës së Zotit nga ana jon tregon që ne e duam atë. Jezusi u përgjigj dhe i tha: Nëse ndokush më do ta zbatoj fjalën time. Edhe ati im do ta doj, dhe ne do të vim tek ai dhe do të bëjmë banesën tek ai. Tek Jeremia na jepet që Izraeli dhe Juda nuk i kushtuan kujdes fjalës së Zotit. Por ndërsa Jeremia paralajmëronte dhe profetë e Perëndis gjithashtu paralajmëruan për kohë të tëra, ata nuk e dëgjuan dhe mbyllën veshët, edhe ajo që ndodhi ishte që ata shkuan në robëri. Tek Jeremia 6:19, Jeremia 11:10. Dëgjoj tokë. Ja unë do të cilë mbi këtë popull një gjëm, vetë frytin e mendimeve të tij, sepse nuk u kanë kushtuar kujdes fjalëve të mia dhe as ligjit tim. Por çfarë kanë bërë? E kanë hedhur poshtë. 11:10. Janë kthyer në paullësitë e etërve të tyre të lashtë, të cilët nuk pranuan të dëgjojnë fjalët e mia, dhe u shkuan pas perëndive të tjera për të shërbyer. Shtëpia e Izraelit dhe shtëpia e Judës kanë shkelur beslidhjen që u kisha lidhur me etrit e tyre. Nuk pranuan të dëgjojnë fjalët e mia, nuk treguan kujdes, nuk pranuan që të dëgjojnë atë që
Zoti u foli dhe atë që Zoti u dha, që ishte jetë për ta në fakt, që ishte gjë më e çmuar që Zoti u kishte thënë. E megjithatë, Zoti ua dha fjalën, Zoti i pajisi ata me këtë gjë që neve në fakt kemi privilegjin ta kemi fjalën e Perëndis në ditët e sotme. Me zgjedhjet e gabuara që ata bën, ata shkuan në robëri. Por I jepi vëmendje fjalës Perëndis duke treguar kujdes kur nuk është e çmuar, por edhe duke e dëgjuar. Biri im trego kujdes për fjalët e mia, dëgjoj thënjet e mia. Dhe duket më shumë sikur keni vënë re që njerëzit duan më shumë të flasin sesa të dëgjojnë. Dhe u ka ndodhur besoj me dikë që dëshiron që të shpreh mendimet e vyera që ka kur je ulur me të, apo kur je duke bërë muhabet me të, edhe flet, edhe që ti do të flasësh ndërkohë, edhe mund të lejnë çik hapësirë që flet, po ndërkohë ai nuk të dëgjon ty në atë që ti thua, sepse ka mendimet e tij të vyera që po I mendon çfarë do të thoj prap ty në këtë. Domethënë që nuk dëgjon çfarë thot. Ne themi ndonjëherë që më dëgjove, po të dëgjova. Edhe kur pyet pas 10 minutash ose ditën tjetër çfarë thash, ose mbaj mend ma thuaj edhe një herë se kemi dëgjuar, se kemi pasur mendjen aty në atë që ka thënë. Të dëgjosh fizikisht, po të flas fizikisht do të thotë japësh vëmendje të plotë asaj që e duke dëgjuar. Domethënë, po, çfarë the? Po të dëgjoj. Të dëgjosh duke qenë I përqendruar tek ai që po të flet. Dhe në të njëjtën mënyrë, edhe me Zotin, është që ndërsa Zoti na flet nëpërmjet fjalës, do të thënë Zoti na flet nëpërmjet predikimeve, kemi sy e vesh duke dëgjuar, e dëgjova, po, e kuptova atë që Zoti tha. Të hapësh veshët dhe të dëgjosh me vëmendje atë që po thuhet. Edhe po shikoj. Keni dëgjuar që ka etje për të pirë, ka etje për të lexuar, kur thon ata, etje për pirë, etje për të lexuar, edhe etje për të dëgjuar. Keni dëgjuar është jetur për të dëgjuar, është jetur për të dëgjuar. Qofse mbani mend, në vitin, besoj një pjesë e mirë mbajnë mend, vitin 1997, ishte koha e frazirave, koha e rrëmujave, koha e luftës, që iktin plumbat sa ndej këtej, dhe vetëm një kanal ishte atëre televiziv që jepte lajme, dhe ishte radio televizioni shqiptar, në rastin më të mirë nëse kishte drita, se edhe drita s'kishte të dëgjonte ndonjë lajm, me gjithë politizimin e tij, që ishte I politizuar edhe do jepte lajmet sipas linjës që kishte, njerëzit kishin disa radio të cilat ishin me bateri ato, edhe mund të kishte të paktën andej nga unë, thoshte kishin gjithë nëpër shtëpi, kishte shumë pak edhe vinin e dëgjonin aty ato. Dëgjonin Zërin e Amerikës, dëgjonin edhe Deutsche Welle që ishte programet në shqip, që jepnin lajmet. Edhe ishin një etje e tillë për të dëgjuar lajme, sa që vinin dhe mblidheshin atje ku ishte, ose kur mund të ishin në ara dhe kishin punë, kur vinin, dëgjove, ç'a tha, ç'a lajmi tha. Në fakt ishin të interesuar sepse vare jeta e tyre në atë që do të thuaj atje dhe në atë që do të tregoj atje, sepse ishte kohë rrëmuja shtash që fluturonte plumbi në kokë edhe nuk di se si do të merrte edhe stabiliteti I vendit. Po e kisha në këtë që etja për të dëgjuar një lajm, etja për të dëgjuar një informacion ishte aq e madhe sa që njerëzit shkonin edhe I rrëmonin këto vendet ku mund të merrnin një lajm. Edhe e tillë do të jetë edhe etja jon për të dëgjuar fjalën e Perëndis që të rrëmoj të kërkoj atë që Zoti po thot, edhe Zoti po më kërkon për të bërë. A e kemi ne një etje të tillë apo nuk e kemi? Këshilla e duhur nga fjala e Perëndis është ajo që përcakton të ardhmen tonë nëse ne I vëmë veshin. Edhe nëse si vëmë veshin gjithashtu, sepse do të kemi të ardhmen tjetër. Fjala që jepet këtu për këtë në hebraisht është që të zgjas, të shtri apo të zgjeroj. Domethënë, hap veshët mirë, zgjati veshët, zgjeroj veshët ndaj këshillës së Zotit. Domethënë, ndërsa Zoti flet zgjeroj, edhe dëgjoj me vëmendje atë që Zoti është duke thënë. Bota ofron këshillën e saj që ne të zgjerojmë veshët tanë për të dëgjuar këshillën e botës. Edhe keni vënë re që veshët tona shpeshherë buçasin fort nga zhurma dhe nga këshilla që bota na jep. Edhe që neve e dëgjojmë edhe shkojmë mbas
gjithë zallamahis që bota na ofron edhe na jep. Edhe ka fjalorin e saj, historitë e saj, spektaklet e saj, lajmet e saj, na i servizhet gjitha, besoj dëgjoni, nuk i dëgjoj vetëm unë, besoj të tërë i kemi dëgjuar apo edhe i dëgjojmë. Dhe zgjasnin veshët tanë, zgjerojnë veshët tanë për të dëgjuar gjithë këto gjëra, ndërkohë që me gjithë këto pastaj e kemi zënë hapësirën apo memorien, edhe nuk kemi lënë më çfarë veshët tanë të dëgjojnë nga fjala e Perëndisë, sepse kemi mbyllur, kemi rënduar veshët tanë me gjëra të tjera. Biri im, në rast se pranon fjalët e mia dhe i quan thesar urdhërimet e mia, duke i dhënë veshin diturisë dhe duke prirur zemrën ndaj arsye. Do të thënë duke i dhënë veshin diturisë, jo duke zgjeruar veshët ndaj gjërave të botës. Zgjero veshët e tu për të dëgjuar atë që duhet të dëgjosh dhe që është e shëndetshme për veshët e tu. E dim çfarë është e shëndetshme apo thjesht ndezim atë dhe mund hapim telefonin edhe ka vetëm aty. Kudo që të vemi kemi për të dëgjuar. Biri im, fjalë të urta 5:1-2. Ki kujdes për diturinë time, vëri veshin arsyetimi tim me qëllim që ti të ruash gjykimin dhe buzët e tua të fiksojnë diturinë. Jepi vëmendje dhe dëgjoj me kujdes atë që Zoti ka për ty. Ndërsa je duke lexuar në leximin e përditshëm, mbylli veshët ndaj zërave të tjerë që ke rreth rrotull dhe vëri veshin asaj që Zoti është duke të folur. Ndërsa je duke dëgjuar një predikim, mbylli veshën ndaj gjithë zërave të tjerë që të vinë, edhe vëri veshin asaj që Zoti po të flet nëpërmjet predikimit. Kujdes se çfarë dëgjon. Mos e zër memorien e veshëve të tu me gjëra të kota dhe me gjëra jo të shëndetshme, por zëre hapësirën e veshëve të tu është një nga portat që hyn me gjëra të shëndetshme dhe me gjëra të cilat janë të mira për shpirtin tënd. Ne mund të dëgjojmë fizikisht, por njëkohësisht mund të jemi të shurdhër, edhe e kuptojmë besoj këtë gjë që nuk është themi është kontradikt që mund të dëgjojmë, por jemi të shurdhër. Isaia 43:8. Nxirr popullin e verbër që megjithatë ka sy dhe të shurdhër që megjithatë kanë vesh. Domethënë, dëgjojnë por nuk duan të dëgjojnë. Dëgjojnë por nuk duan të dëgjojnë. Sepse mund t'i kemi veshët në rregull, por nuk dëgjojmë fjalën e Perëndisë, edhe kam thënë herë tjetër që na hyn fjala këtej dhe na del këtej sepse nuk e dëgjojmë, thjesht qarkullon, edhe nuk e dëgjojmë. Bota ka shumë për të na ofruar, bota ka shumë që të na jap neve që të dëgjojmë. Nëse do të dëgjosh gjërat në botë, bota thash ka shumë për të ofruar, madje derisa të shurdhoj, prandaj është të rëndoj veshët e tu, dhe kur vjen koha për të dëgjuar fjalën e Perëndisë, veshët e tu tashmë janë të rënduar. Kujdes çfarë dëgjon, dëgjoj atë që është e nevojshme për shpirtin tënd. Dhe jepi vëmendje fjalës Perëndisë. Edhe pika e dytë është mbaje afër, mos e largo nga syt. Mbreti që do zgjidhej kur Izraeli do të shkonte në tokën e premtuar midis shumë gjërave të tjera dhe kushteve që duhet plotësonte, ishte edhe ky këtu që 17-19 që të bënte me librin e ligjit. Do ta mbaj pranë vetes këtë libër dhe do ta lexoj çdo ditë të jetës së tij që të mësoj të ketë frikë nga Zoti, Perëndia e tij, dhe të zbatojnë praktik të gjitha fjalët e këtij ligji dhe të këtyre statuteve. Domethënë, gjatë mbretërimit të tij do ta kishte këtë libër me vete. Do ta mbante me vete. Dhe duke mbajtur me vete këtë libër, ky është afër meje, unë jam afër këtij, edhe jam afër fjalës së Perëndisë. Edhe duke mbajtur me vete, pastaj ai do ta lexonte gjithashtu. Do ta lexonte çdo ditë të jetës së tij. Jo thjesht se mund ta marrim neve dhe e kam afër, unë po e mbaj, ja këtu siç shpesh kur shkojmë nëpër shtëpitë, në disa shtëpia dhe mbajmë Kur'anin, atje tek ja e kam atje, ose e mbajnë te makina, e kam afër, ose e kam ta mbaj me vete. Edhe Bibla e përdorin shpesh herë s'ka imali. Ja ta mbaj e kam këtu, po e mbaj. Po besoj, e kam Biblën. Por a lexon apo nuk e lexon? Jozueu 1:8. Zoti i thot Jozueut: ky libër i ligjit mos u ndaft kurrë nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh sipas gjithë atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua, atëherë do të përparosh. Suksesi i mbretit që do të mbretëronte, suksesi i Jozueut varet
nga ky libër. Dhe thot mos u ndaft kurr, mbaje afër, edhe në gojën tënde ta kesh gjithmonë këtë libër. Mbaje afër, mos e lër në raft me ditë të tëra. Mos e lër t'i vej gishti i plurit 2 metra dhe kur vesh atje, mos e heqësh dot, domethënë, edhe kur ashtu dhe po si e ke lënë Biblën kështu. Ose të lexojnë telefonin, nuk e kam. Ti vesh telefonit, ti vesh gishtin telefonit, pastaj do thonë, jo, po mos e lër t'i vej pluri, por lexojeni fjalën e Perëndis. Davidi thot tek 2 Samueli 22-23 dhe është e bukur kjo. Zoti thot më ka shpërblyer sipas të drejtës sime dhe më ka dhënë sipas pastërtisë së duarve të mia, sepse kam ndjekur rrugët e Zotit dhe nuk jam larguar pabesisht nga Perëndia im. Sepse kam mbajtur para vetes të gjitha ligjet e tij dhe nuk jam larguar nga statutet e tij. Domethënë, dëshmon edhe pohon që është shpërblyer për shkak sepse nuk është larguar dhe ka mbajtur pranë vetes të gjithë ligjet apo fjalën e Perëndis. Fjalën e Perëndis. Cili kombi madh ka statute dhe dekrete të drejta, si gjithë ky ligj po i vë përpara sot. Edhe unë them sa herë që sa të bekuar jemi që kemi fjalën e Perëndis, sepse kush tjetër e ka fjalën e Perëndis. Perëndia na e ka lënë neve. Vetëm kini kujdes për veten tuaj dhe tregoni të zellshëm për shpirtin tuaj, në mënyrë që të mos harroni gjërat që syt tuaj kanë parë, dhe këto të mos largohen nga zemra juaj për gjithë ditët e jetës suaj, për ua mësoni bijve tuaj dhe bijve të bijve tuaj. Izraeli e pati privilegjin ta kishte, ne kemi privilegjin ta kemi sot të libër, dhe kemi të plot, edhe kemi parë sa shumë gjëra të mahnitshme të mrekullueshme me syt tanë. Edhe jo vetëm që ta mbajmë në zemrën tonë, edhe ta kemi në zemrën tonë, por edhe t'ua transmetojmë edhe brezave të tjerë. Faktikisht jetojmë në kohë laodiceje që syt tanë themi që shohim, por në fakt nuk shohim. Po ta pyesësh te shihni, ne themi shohim, por zbulesa 3 vargu 18 thot: "Të këshilloj të blesh nga unë artë kulluar në zjarr që të bëhesh i pasur, dhe petka të bardha që të vishësh dhe të mos duket turpi lakuristate, dhe vajos syt e tu me kolir që të shohësh." Po unë shoh. Po për çfarë duhet kolir që të shohësh? Edhe në vargun më sipër, këtu tek zbulesa 3:17 thuhet ndër të tjera që thot ai ti je i verbër, thot. Je i verbër që nuk shef. Dhe ne pretendojmë që shohim. Ne pretendojmë që dëgjojmë, por në fakt nuk dëgjojmë. Ne pretendojmë që shohim, por në fakt nuk shohim. Dhe ajo që Zoti thot, ajo është e vërtetë. Ruaje në zemër, mbaje fjalën e Perëndis afër, por edhe ruaje në zemër. Dhe zemra është shumë e rëndësishme, sepse nga zemra disa ka shumë gjëra që ndodhin me zemrën, por nga zemra dalin burimet e jetës. Nga zemra dalin mendimet e këqija. Zoti kur na sheh ne, ai nuk na shef ne, por shikon zemrën tonë. Zemra shkon pas tesarit. Pra zemra ka të bëjë me pjesën e brendshme dhe ka të bëjë me atë që neve jemi në të vërtetë. Se çfarë ka në zemër, si mendon në zemër, ashtu është edhe ai. Çfarë kemi ne në zemër, edhe çfarë mbajmë ne në zemër. Çfarë ruajmë ne në zemër? A ruajmë mendime të këqija apo ruajmë fjalën e Perëndis? Ruajmë këshillën e Perëndis? Ruajmë këtë që është e çmuar? Çfarë ruajmë neve në zemër dhe çfarë mbajmë në qendër të zemrës sonë? A kemi lënë gjëra të tjera të hyjnë? Çfarë është aty? Ne do të lexoj disa vargje nga Psalmet. Psalmi 12, 6 deri në 7. Zoti vetë e ka ruajtur fjalën e tij sepse është e çmuar. Domethënë ai e ka ruajtur dhe na ka dhënë neve dhe ne ta ruajmë atë në zemrën tonë. Fjalët e Zotit janë fjalë të pastra si argjendi i rafinuar në një furrë prej dheu i pastruar 7 herë. Ti o Zot, të mbrosh dhe të t'i ruash duke filluar nga ky brez për jetë. Porositë tua janë të mrekullueshme, prandaj shpirti im i respekton, shpirti im i ruan. Perëndia im, unë gëzohem kur zbatoj vullnetin tënd dhe ligjit. Ku është? Në zemrën time. Në zemër, ruaj në zemër. E kam ruajtur fjalën tënde ku? Në zemrën time, që të mos më katoj kundër teje. Kur ne ruajmë fjalën në zemër, ajo do të na ruaj neve nga mëkati, ajo do të na ruaj neve që të mos hedhim hapa të shtremta apo hapa të gabuar. Prandaj është shumë e çmuar dhe është e rëndësishme. Princat më përndjekin pa arsye, por zemra ime ka shumë frikë nga fjala jote. Domethënë, me fjalën e ruajmë në zemër, kemi frikën e Zotit.
Jeremia 29, atëherë unë thash, nuk do ta përmend më dhe nuk do të flas më në emër të tij, por fjala e tij ishte në zemrën time, nuk e mbante dot. Si një zjarr flakërues që mbyllën në kockat e mia, përpiqja ta përmbaja, por nuk mundesha. Edhe Hebrejt 4:12 thotë fjala e Perëndisë është e gjallë, vepruese. Domethënë, nuk është thjesht diçka abstrakte që mund të themi. Më e mpret se çdo shpat me dy te depërton deri në ndarjen e shpirtit të frymës, të njëjve të falsave dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Jepi vëmendje porosive të fjalës që Zoti na jep. Mbaje në zemër dhe gjithashtu pika e fundit është kuptoj vlerën, që sa e çmuar, sa e rëndësishme është. Kemi folur, por është vargu i fundit dhe thotë janë jetë për ata që i gjejnë, shërim për të gjithë trupin e tyre. Për ata që i gjejnë janë jetë. Domethënë për ne që e kemi gjetur fjalën e Perëndisë, kemi marrë jetë përjetshme dhe e kemi këtë gjë. Nëpërmjet besimit në Jezusit e morëm këtë gjë. Për ata që ende nuk i kanë gjetur dhe do t'i gjejnë që janë të pashpëtuar, do të marrin jetë, sepse Jezusin e merr në fjalën e Perëndisë. Perëndia gjithashtu na ka dhënë fjalën e tij për t'u jetuar dhe për të qenë pjesë praktike e jetës së gjithë secilit prej nesh. Dhe ne duhet ta gjejmë jo se fjala ka humbur, sepse fjala aty është, por ne duhet të kërkojmë, edhe duhet të rrëmojmë, edhe duhet të jepim mbas fjalës Perëndisë. Zemra jon duhet të kërkojë dhe të rrëmojë brenda saj, sepse ka thesare të papundme, ndërsa rrëmojmë, edhe ndërsa kërkojmë, edhe ndërsa lexojmë, edhe ndërsa e çmojmë dhe e duam shumë, do të shohim gjëra të mrekullueshme. Fjalë të urta 2:4-5. Në rast se e kërkon si argjendin, fjala aty është, por neve duhet ta kërkojmë. Dhe fillon të rrëmosh si për një thesar të fshehur. Atëherë do të ndjesh frikën e Zotit dhe ke për të gjetur kuptimin e Perëndisë. Shkon është shumë më shumë se sa thjesht një fjalë apo një fjali. Gjoni 6:63, fryma që jep jetë, mishi nuk vlen asgjë. Fjalët që po ju them, the Jezusi, janë frymë dhe jetë. Japin jetë, janë jetë. Jeremia, me të gjetur fjalët e tua i përpiva. Fjala jote ka qenë për mua gëzimi dhe gazi i zemrës time, sepse emri ju të kërkohet nga unë, o Zot Perëndi i ushtrive. Për secilin prej nesh, ndërsa shkojmë në fjalë, edhe kërkojmë, edhe lexojmë, ne gjejmë shlodhje në fjalën e Perëndisë. Ne gjejmë paqe në fjalën e Perëndisë. Ne gjejmë freski, gjejmë ripërtëritje, gjejmë shpresë, ndërsa shkojmë edhe kalojmë kohë edhe kërkojmë në fjalën e Perëndisë. Por nëse nuk kërkojmë edhe nuk shkojmë, ku do ta gjejmë? Ku do ta marrim freskin? Ku do ta marrim ripërtëritjen? Shpresën, gëzimin, është fjala që jep jetë, prandaj le ta kërkojmë atë. Edhe gjithashtu kushtoj vëmendje fjalës Perëndisë dhe kupto se sa e çmuar dhe e rëndësishme është, sepse fjalë që shërojnë. Fjala e Perëndisë jep jetë, jep gjallëri. Fjalë të urta 16:24 thotë, fjalët e ëmbla janë si një huall mjalti, ëmbëlsi për shpirtin dhe ilaç për kockat. Domethënë ka të bëjë me ilaç, edhe ilaç ka të bëjë me mjekësinë dhe mjekësia ka të bëjë me shërimin. Në hebraisht kjo fjalë që jepet këtu shërojnë është kurim, shërim, mjekim. Dhe fjala e Perëndisë na jep paqe shpirtërore, na shëron neve nga plagët që neve kemi, po flas shpirtërisht, frymërisht. Fjala na shëron, fjala na jep qetësi në kohë stuhie. Fjala na jep shpresë në kohë vështirësie. Është kjo ilaçi që të shëron. Izraeli nuk pranoi që ta dëgjonte fjalën e Perëndisë, të thashë edhe çka më përpara, ndërsa profetët shkonin dhe flisnin atje. Dhe te 2 Kronika 36:16, për shkak të refuzimit dhe për çmimit fjalës Perëndisë, zemërimi i Perëndisë arriti deri në atë pikë sa për ata nuk kishte më shërim, apo nuk kishte më kthim mbrapa, nuk kishte rrugdalje është këtu. Do të thonë nuk pati më shërim, sepse shkuan deri në atë pikë sa që nuk kishin më, nuk ktheheshin më. Por ata u tallën me lajmtarët e Perëndisë, përçmuan fjalët e tij dhe vunë në lojë profetët e tij, derisa zemrimi i Zotit kundër popullit të tij arriti në një pikë në të cilën nuk kishte rrugdalje. Nuk kishte shërim për ata, sepse ata vetë, duke mos treguar kujdes ndaj fjalës Perëndisë, duke neglizhuar fjalën e Perëndisë, duke e përçmuar fjalën e Perëndisë, duke e përbuzur fjalën e Perëndisë, arritën deri në atë pikë dhe pastaj shkuan
në robëri. Por le të mos arrim deri në këtë pikë edhe neve, sepse gjitha gjërat që u shkruan të kaluar shkruan për mësimin tonë, që të përçmojmë dhe të refuzojmë fjalën e Zotit. Por le të jemi falënderues kur Zoti na flet edhe na thot diçka, faleminderit Zot, do ta bëj atë që ti po më thua. Zoti me mirësinë e tij na qorton, na ndreq, por le të mos jemi neve përshmues apo le të mos jemi kokfort në atë që Zoti na jep edhe na flet. Fjalët e urta 29:1. Njeriu që forcon qafën kur qortohet, do të thyet pa pritmas patjetër. Do të thyet ose fjala është pa shërim. Domethënë kur e forcon qafën, e forcon, edhe Zoti të flet, edhe Zoti të flet, Zoti të korrigjon, e ti nuk merr vesh pastaj pa shërim, pa shërim. Edhe është shumë e rëndësishme kjo dhe është shumë serioze kjo që Zoti thot. Do të vi një pikë që Zoti do të merret me të. Po pastaj nëse nuk dëgjon edhe nuk them hapat, nuk do të merret me të, është pa shërim. Është diçka jo e lehtë. Zoti merr seriozisht fjalën e tij dhe ne duhet ta marrim seriozisht fjalën e Perëndis. A duam një jetë me paqe edhe kur është luftë? Besoj e duam. A duam një jetë të qetë edhe kur ka stuhi? Besoj e duam. A duam një jetë me shpresë edhe kur shpresa ka humbur? Ne mendojmë që ka humbur, besoj që gjithë e duam. Le të dimë vlerën e çmuar edhe të madhe të këtij libri që neve kemi dhe që Perëndia na ka lënë. Le ta lexojmë, le ta mbajmë atë pranë vetes tonë, në mënyrë që të kemi sukses, në mënyrë që të përparojmë, në mënyrë që të ecim për i pëlqyer Perëndis. E fundit, thjesht 3 pikat që folëm sot, edhe shpresoj që Zoti të ketë folur, jepi vëmendje fjalës, mbaj afër fjalën, kuptoje vlerën e fjalës. Do ta mbyll me vargjet që e lexova pak më lart. Davidi tha: Zoti më ka shpërblyer sipas të drejtës time dhe më ka dhënë sipas pastërtisë të duarve të mia, sepse kam ndjekur rrugët e Zotit, nuk jam larguar pabesisht nga Perëndia im, sepse kam mbajtur para vetes të gjitha ligjet e tij dhe nuk jam larguar nga statutet e tij. Le ta mbajmë pranë vetes edhe le të mos largohemi nga statutet apo nga fjala e Perëndis. Dhe i themi Zotit faleminderit që në mirësinë e tij na e ka dhënë fjalën, na flet nga fjala kur ne lexojmë, nëpër predikime kur neve vim këtu, edhe nuk ka hequr dorë nga ne. Edhe në këtë le t'i themi Zotit faleminderit dhe le të bëjmë atë që Zoti na jep. Le të lutemi. Atë Perëndi, faleminderit për fjalën tënde, faleminderit o Zot që është e çmuar, është ajo që neve na ka dhënë jetë, edhe që vazhdon të na ndriçojë dhe vazhdon të na tregoj shtegun në të cilin ne duhet të ecim. U lutem Perëndi që mund të ta mbajmë atë pranë vetes çdo ditë, të mund të jemi serioz me të çdo ditë, mund të mos heqim dorë prej saj por ta duam dhe të jemi afër saj, ta dëgjojmë atë, të tregojmë kujdes ndaj saj, dhe gjithashtu të dimë vlerën që ka. Lutem Perëndi që ti të marrësh lavdi nga ne dhe ti të lartësohesh në mesin tonë. Në emrin e Krishtit lutemi. Amen.